Përshëndetje. Sot kam ardhur me një recetë tjetër e cila është supë me gjoks pule e perime. Fillojmë ta përgatisim. Vendosim tenxherën në zjarr. Ku më parë edhim ujin. Gjoksin e pulës. Hudrat. Selinon dhe brodën e pulës ose perimesh, si ju të dëshironi. I vendosim kapakun dhe lëm të ziej. Ndërkohë që ne do të na ziej gjoksi i pulës, do të presim të gjitha perimet. E shpojmë në disa vende gjoksin e pulës, që zjeja të bëhet plotësisht. Gjoksi i pulës na ka zjerë. Tani heqim. Heqim edhe selinon, sepse e ka çuar edhe aromën, edhe vlerat ushqyese. Vendosim përbërësit e tjerë. Odhëm domaten, pataten, karotat. Do të edhim pak krip, sepse ka brodua. Kjo varet edhe nga dëshira juaj. Kurkumën, vajin e ullirit, 4 lugë gjelle me vaj ulliri. Do e lëm tani që perimet të na zjejnë plotësisht. E kemi përfunduar edhe griljen e gjoksit të pulës dhe tani do të hedhim ke supa. I shohim që perimet na kanë zjerë, edhe patatja, edhe karota. Tani do t'i grim me blender. Para si t'i grim me blender, do të vendosim majdanozin, disa degza majdanoz. Kjo varet gjithmonë nga dëshira juaj, nga dëshira e gjithë secilit. Mua më pëlqen shumë aroma e majdanozit, sidomos në supë, dhe e vën në momentin që do e gri, jo ta vë në zjerje. I jep supës një aromë shumë të mirë. Vendosim gjoksin e pulës. E lëm të marri 2-3 val për disa sekonda dhe heqim. Supa në këto momente ka përfunduar. E heqim nga zjarri. E vendosim. I vendosim lëngun e gjysmë limoni. E servirim. Ju bëf të mirë.